Çdo e vërtet ka një anë të errët, një anë gri. Histogri në Top Albania Radio. Përshëndetje të gjithëve. Dëgjojmë sërish bashkë në Top Albania Radio pasi mbyllëm një sezon të plot me dilemën që ishte programi i interesit direkt mbi atë se çfarë ndodh në këtë vend dhe intervistave të gjata e rrëfimeve të plota të shumë personaliteteve që ne i zgjodhëm me shumë kujdes. Dhe radio t'jep mundësi të dëgjosh shumë, sidomos kur ka zëra që në bisedat dhe interesin qytetar mbi jetën urbane dhe jo vetëm, opinionet vlejnë në çdo kohë. Por kjo ishte ajo që shkoi. Por këtë javë kemi vendosur që në radio t'ju tregojmë për të tjerët, historitë e njerëzve të mëdhenj që në fakt kanë hijet e tyre gri deri të errta në jetë dhe të panjohura për pjesën më të madhe. Sot nuk është e vështirë të gjesh informacion dhe histori online. Madje aq më mirë është të lexosh për pjesën më të madhe, që në një pikë mos ngatrohemi, për shembull me konspiracionet e televizioneve, se së paku historitë që do të dëgjoni këtë javë janë me fakte, mbështeten në dëshmi dhe mbi to është kërkuar gjatë. Sepse në këto kohë sensacionesh kliku në tru. Ajo që unë për shembull nuk bëj dot ndryshe është televiz nga zanati. Prandaj mirë se erdhët në një cikël të ri podcastesh në Top Albania Radio që quhet Histogri. Sepse ka histori, por dhe anën më të errët të saj, në skutat më të paimagjinueshme. Disa prej historive më misterioze të Hollywoodit, jeta, vepra dhe vdekja e artistëve më të njohur dhe më ndikues në breza, që do t'i gjeni të rrëfyera për herë të parë në një dokumentar radiofonik i cili do t'ju mbaj, shpresoj, të mbërthyer pas radios në çdo episod. Nga e vërteta e vdekjes së Jim Morrison, misteret e jetës së Elvis Presleyt, degradimin e Marlon Brando, dramën së Edith Piaf, apo se si Stanley Kubrick krijoi mashtrimin për mbërritje në hënë të njerëzit, dhe të tjerë personazhe që kanë ndryshuar botën. Unë jam Eno Popi, së bashku me Saix do të nisim sot Histogri. Këtë program e dëgjoni në Top Albania Radio dhe do të jeti disponueshëm në çdo platformë podcasti në botë për ta dëgjuar ku dhe kur doni ju. I pari sot është legjenda Elvis Presley. Dhe ky është momenti i dur, sidomos kur vëmendjen ta merr historia, nga ato histori të çuditshme, të habitshme deri mahnitse, siç e përshkruajnë të gjithë ata që i dëgjojnë ato. Dhe ajo që dua t'ju tregoj sot është një histori e veçantë dy luftimi midis jetës dhe vdekjes. Një njeriu jo të zakonshëm dhe vdekjes së tij. Po citoj biografin e tij, Peter Gurrenlich, i cili thotë se në këtë përballje fiton njeriu, sepse vdekja mundet dhe nuk ndodh ndryshe, që në anën tjetër qëndron ai, mbreti i rock and rollit. Dhe kjo është jeta pas vdekjes e të madhit Elvis Presley. Zyrtarisht Elvis Aaron Presley vdiq në 16 gusht të vitit 1977 në Graceland, afër qytetit të Memphis, në vilën e tij madhështore që e kishte ndërtuar enkas për rehatim personale pas lëvizjeve të vazhdueshme me rezidencat ku banonte. Aktualisht shtëpia e Elvis është një nga pikat turistike më të vizituara në Amerikë, dhe jo vetëm nga udhëtarët e tij. Përfytyrojeni pak tani fotografinë e vdekjes. I shtrirë në dyshemene njerëz prej banjove në shtëpinë e tij të madhe, e gjen të pajetë e dashura e tij e fundit, që kishte në atë moment, Ginger Alden. Ngjarja merr rrjedh kështu. Ginger ndodhej në një prej dhomave të mëdha të vilës në katin e fundit. Elvis prej disa orësh nuk po dukej të lëvizte nëpër shtëpi dhe Ginger zbret të kërkojë se ku mund kishte shkuar. E gjen në banjë, të shtrirë në dysheme, kokë poshtë, mes e lartë i zhveshur, dhe në panik Ginger lajmëron menjëherë në telefon dy bashkëpunëtorët e Elvis, Joe Esposito dhe Al Strada. Këta të fundit miq personal, por edhe kolegë të ngushtë, të cilët qëndronin aq shumë bashk sa që etiketonin gati si Memphis Mafia. Joe Esposito thret mjekun personal të Elvis, George Nikopoulos, të cilët vinë për ta ndihmuar dhe për ta kthyer në jetë me të gjitha mënyrat, por nuk ja dalin dot. Më pas mbërrin ambulanca e shoqëruar nga policia, e cila dërgon trupin e Elvis në spitalin Baptist Memorial. Ndërsa në certifikatën e tij të vdekjes vendosen inicialet DOA, Dead on Arrival, pra mbërriti i vdekur. Doktor Nikopoulos firmos certifikatën e tij të vdekjes rreth 3 orë pas mesnate, edhe pse Elvis kishte vdekur disa orë përpara dhe se e dashura ta gjente pa frym për dhe. Shkurtimisht, ky është varianti zyrtar. Por ka nga ata që nuk e besuan kurrë këtë tezë. Ai sa ndërtuan historitë se në fakt Elvis nuk vdiq kur bota e mësoi atë publikisht. Histogri në Top Albania Radio.
Sapo dëgjuat A Little Less Conversation, një këngë që kemi luajtur vazhdimisht në programin e mëngjesit. Po t'i rikthehemi historisë. Matt Frost është një fotoreporter amerikan, nga ata që janë marrë me investigime dhe hetime jo zyrtare. Në Amerikë njohin si personazh që futej gjithkund kur kishte interes të kërkonte. Në 2007, 30 vite pas vdekjes zyrtare, ai shkon në Kubën komuniste të Castrove, ku arrin të hyjë në spitalin George Arnaon në Havana, ku ishte shtruar në atë kohë udhëheqësi kubanez Fidel Castro. Mati ishte i veshur si infermier, lëvizte nëpër repartet e spitalit në kërkim të Castros, të cilin me patjetër donte t'i bënte një fotografi në shtrat spitali për ta shitur shtrenjtë më pas në shtypin perëndimor. Befas sheh 2 rojet armatosura që qëndrojnë jashtë një dhome, duke menduar se aty ndodhet Fideli i Kubës. Hyn brenda dhe aty gjen një person afërsisht të 70-tave që e sheh me vëmendje. Plaku arrin ta kuptoi që Matt nuk ishte infermier. Madje gati e njeh se cili ishte dhe i drejtohet me 3 fjalë. Po, unë jam Elvis. Frost pretendoi gjatë se Elvis Presley i kishte treguar gjithçka, se si kishte inskenuar vdekjen e tij dhe se si kishte hyrë në telashe me mafjen, atë të vërtetën që mund të të hiqte qafe çdo moment. Nga tresa e fundit kishte ndodhur se kishte bler një avion të shtrenjtë nga një bos mafioz i cili më pas i kishte vjedhur parat. Elvis kishte denoncuar në polici dhe pikërisht të nesërmen Presley duhet të depononte në gjykat për mashtrimin që i kishin bërë mafiozët, por në thelb ai ishte ngatruar me ta. Ndaj këngëtari i shndruar në mbret muzikës sajoi vdekjen e tij dhe u arratis në mbrojtjen e Fidel Castros. Mbi 30 vjet kishte qëndruar i fshehur, por Matt Frost pretendoi se zbuloi gjallë. Këtë variante tregon vetëm Frost dhe askush tjetër. Ai publikoi foton e një burri të moshuar dhe mbushi titujt e gazetave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës se Elvis Presley ishte i gjallë. Por menjëherë pas vdekjes, e vërteta është se trupit e Elvisit bëhet autopsia. Mjekët e Spitalit Baptist Memorial, ku u dërgua me urgjencë, shoqëruar nga mjeku personal Nikopoulos, ekzaminuan fillë krye. Madje trupin mjekët pohuan se në atë kohë e hapën plotësisht për të nxjerrë konkluzione të sakta mbi shkakun e vdekjes. Mjekët ligjor shkruan se Elvis vdiq si pasojë e një ataku kardiak shkaktuar nga një mbidozë ilaçesh. Gjurmët në gjakun e kadavrës treguan substancat e ilaçeve që Elvis merrte. Edhe pse në mbikëqyrjen e mjekut, Elvis i merrte këto ilaçe dhe mes tyre shumë antidepresant. Merrte aq shumë sa krijoi një varësi ndaj tyre, dhe në shumë momente nuk ishte i ndërgjegjshëm për sasinë që gëlltiste. Ai shkaktoi kjo vdekjen apo e bëri enkas? Ai ishte i lodhur nga jeta nën presion dhe famë? Për vdekjen e Elvis Presley është hetuar edhe pista e vrasjes, nëse dikush e ka hequr qafe për çështje pasurie apo trashëgimie. Vdekja e tij, si tek askush tjetër, ndau opinionin atko nëse ndodhi aksidentalisht, ishte vetvrasje apo vrasje. Kolona zanore sot në radio është Elvis Presley me Jailhouse Rock, apo e dëgjuat në radio. Nëse do të ishte gjallë sot, Elvis do të ishte afro të 90-tave, pasi ditëlindja e tij është janar 1935. Mosha e shumë individëve në Amerikë që pretendonin se ishin ata Elvis. Madje disa syresh u morën edhe seriozisht nga media në atë kohë, se kishin gjetur, fjala vjen te ikurin mes të gjallëve. Njëri madje u gjet pikërisht në Graceland, një plakush me karrige me rrota që ruhej nga truproja personale me protokoll ruajtje si të ishte presidenti i Amerikës. Madje qëndronte në oborin e vilës së Presleyt. Ndërkohë, shumë turistë që kanë shkuar të vizitojnë shtëpinë e idhullit të tyre të rock and rollit pohojnë se po, ai ishte Elvis, madje kur kanë shkrepur fotografi fshehura zi për ta dokumentuar janë përzën nga rojet e vilës. Një tjetër Elvis i fanepsur ndër vite që pretendoi edhe identitetin me procese gjyqësore madje ndodhej në Yukon, në Kanada, me pasaport me mbiemrin Gilbert, por që mendja e thoshte se ishte ai Elvis Presley dhe shkoi deri në gjykat për këtë punë. Pra histori qesharake që nuk u morën kurrë në konsiderat, por që qarkullonin emrin e Elvis Presleyt. Por më vonë, diku nga viti 2002, një shtëpi e vogël diskografike nxorri në qarkullim në internet disa covera këngësh të asaj kohe. Për shembull si kjo që do dëgjoni, Living la Vida Loca të Ricky Martin, por me zërin e Elvis Presley. Apo si kjo tjetra, Crazy Little Thing Called Love të Queen, Freddie Mercury. Dhe shtëpia diskografike pretendonte se kishte zërin e vërtet të Elvis Presley, duke ngritur pyetjen se në kohën kur këto këngë u bën publike Elvis kishte vdekur, si mund të jetë zëri i tij to? Por në fakt kush e njeh teknologjinë, kupton që kjo është shumë e mundur tani më, sepse teknikisht ato mund t'i bënte edhe Frank Sinatra, fjala vjen. Po të donin producentët, asgjë është për të mos u kuptuar në këtë rast. Por përmendjet më vulnerabël në lidhje me rastin e Elvis
Ky ishte një tjetër arsye për të dyshuar që Elvis qen ka gjallë. Histogri në Top Albania Radio. Elvis Aaron Presley u varros në 18 gusht të vitit 1977, 2 ditë pas vdekjes dhe natyrisht u përcoll si mbret. Arkmortin e shoqëruan në varrezat e Forest Hill 14 makina Cadillac të bardha, së bashku me një kortezh policor. Ndërsa rrugës mira fansat të tij qanin me ngashërim teksa i jepnin lamtumirën idhullit të tyre, mbretit të rock and rollit, idhullit të mbar botës, në varrim mes shumë njerëzish të njohur ishin edhe miqtë e tij James Brown dhe George Harrison. Ata i bën gjitha nderimet e fundit dhe trupi futet në dhe. Por më pas pikërisht në këtë moment, filloi të spekulohet se aty brenda nuk ka qenë trupi Elvis Presleyt. Dhe ja pse. Në ditën e homazheve, trupi i tij ishte i vendosur në vilën Graceland. Arkivoli qëndronte hapur dhe trupi i kështëriri i Elvis, ku të gjithë jepnin përshëndetjen e fundit, shumë kush filloi të aludonte dhe të dëshmonte se ai trup në arkivol dukej shumë i ri. Shumë i ri dhe i dobësuar, fiks sikur të ishte kthyer pas në kohë në të 20-tat e tij. Fytyra pastaj ishte shëndritshme dhe e lëmuar sikur të ishte prej dylli, dhe për të shtuar dyshimet më shumë në dhomën e homazheve kishte temperaturë frigoriferike. Për cilën arsye? Dhe këto zëra, e këta njerëz që filluan të flisnin, nisën të shtonin dyshimet që po mirë, nëse Elvis nuk ka vdekur, ku mund të jetë? Kub, Graceland, Europa apo Argjentinë? Dhe këtu ju dha udhë mistereve. 2 orë pas vdekjes zyrtare, një person pronotoi një bilet udhëtimi për në Buenos Aires me emrin John Barros, emër që Elvis e përdorte për të fshehur nga gazetarët apo kurioztarët kur rezervonte një hotel apo fluturim. Emër shumë sekret, që nuk figuronte as në dosjen e FBI-s që ka për këngëtarin e njohur. Ndoshta ka qenë një tjetër John Barros, por koincidenca e kësaj natyre, për ata që i besojnë teorive të konspiracionit, merr një tjetër kuptim. Për ta Elvis apo John Barros ndodhet në Argjentinë, madje u hapën histori që e çonin Elvis deri tek FBI-a. Kjo e fundit, duke parë ndikimin që ai kishte tek rinia si ylli i muzikës dhe lidhjet me njerëz të rëndësishëm nga politika apo nga mafia, pas vdekjes së saj juar, vendosën që ta rekrutonin dhe Elvis ndroi identitet duke marrë emrin John Carpenter. Por kujdes tek emri John Carpenter, që është dhe personazhi i fundit që Elvis interpretoi në kinema, në filmin Change the Habits në vitin 1969. Por kush ka lexuar mbi Elvis, së paku do të ngrinte pyetjen pse. Pse dikush duhet sajonte vdekjen, sidomos kur është në kulmin e karrierës. Të gjithë e thresnin mbret dhe ai kishte gjithçka që dëshironte. E nëse për të do të ishte disa çështje borxhes, Elvis mjaftohej të shiste disa prona dhe çdo gjë rregulloi. Nëse do të ishte ngatruar me, le të themi, Cosa Nostrën amerikane, apo që në botën e artit në Amerikë në fakt mafia ka shumë ndikim dhe shumë prezente, ai në fakt do të kishte gjetur një rrugë dalje. Pra nuk do të ishte kërcënuar jeta kaq fuqimisht sa të ndërtonte një histori të vdekjes personale. Por mafia mund të qenë një arsye që të ndërronte identitet dhe stresi, po ashtu që t'i praktiste të gjithë dhe t'jetonte një jetë tjetër. Edhe pse zyrtarisht Elvis nuk jeton më, deri edhe pas viteve 2000 u fol sa ishte gjallë, u besua dhe u shpërndan lajme se legjenda e dikurshme jetonte. Megjithatë, rreth hyjeve të artit, muzikës dhe politikës vërteten histori të forta, të çmendura, deri të pabesueshme, siç është kjo e Elvis Presley, që ka gisht në vrasjen e presidentit të Amerikës, John Fitzgerald Kennedy. Por më pas do t'ju tregoj për këtë, vetëm pas pak tek Histogri në radio. Mirë se u rikthye tek Histogri në radio. Ju sot jeni duke dëgjuar histori të Elvis Presleyt. Histori të cilat në fakt kanë anën e tyre gri, pjesën e panjohur dhe të errët. Historitë e komplotit mbi vrasjen e njeriut më të rëndësishëm të kohës në Shtetet e Bashkuara, presidentin John Kennedy, në nëntor të vitit 1963, nuk përjashtuan as mbretin e rock and rollit. Ajo ka qenë një nga vrasjet më të bujshme të shekullit. Ai sa nuk e besojnë që fjala vjen Lee Harvey Oswald veproi i vetëm dhe pa mbështetje kur vrau presidentin amerikan. Siç e vërtetojnë atkoh dhe Komisioni Warren i Senatit Amerikan që hetoi mbi vrasjen e Kennedyt. Vrasësi kishte disa bashkëpunëtorë. Me pak fjalë, versioni i ditur botërisht se Oswald, një ish marines, aktivist komunist, adhurues i çmendur i Kubës dhe Castros, u ngjit në katin e fundit të një magazine librash në Dallas, montoi pushkën me precizion të lartë, fiksoi kryet e presidentit dhe i qellon. Tezat konspirative më vonë lidhen disa faktorë të tjerë që organizuan atentatin. Komunistët kubanez, mafjen, CIA-n, Ku Klux Klanin, të gjithë ata sipas teorive të konspiracionit donin vrasjen e Kennedyt, për arsye politike, ekonomike, apo fjala vjen se dikë mund ta kishte prerë në bes.
Ka libra, filma dokumentar që janë rikthyer ngjarjes dhe mbështeten në teori të tjera jo zyrtare, të cilat besohen më shumë se raporti i Komisionit Warren. Një prej tyre është edhe filmi i Oliver Stone, JFK. Po ku lidhet Elvis Presley me këtë histori? Tani do t'ju lexoj se çfarë është folur gjatë për këtë. Dëgjoni pak me vëmendje sepse diku mund ta kapni veten edhe duke qeshur ironikisht. Historia nisi në shtator të vitit 1958, kur Elvis ishte angazhuar në shërbimin ushtarak dhe transferohet nga kampi i Fort Hood në divizionin 24 të këmbësorisë me bazë në Gjermani. Por Elvis ishte Elvis, i njohur i famshëm, e kryente shërbimin ushtarak pasi gjithë bota i njohu sukseset me këngën That's All Right, Mama apo Blue Moon. Mendoni, kishte shitur miliona disje, realizuar 3 filma, pra ishte ushtari amerikan më i famshëm i të gjitha kohrave. Ama për komandantin e bazës, generalin Edwin Anderson Walker, Elvis nuk ishte asgjë më shumë se sa siç i thërriste ai, një ushtarak i mcak me fytyrë zagari. Generali Walker vazhdimisht ushtronte presion duke trajtuar pa dinjitet Elvis Presleyn. Dhe sa më shumë ndodhte kjo, aq më shumë Elvis i shtoi urrëtia për generalin e bazës. Inati u kthye në fiksim dhe ndërdhëmba i e quante i mallkuari Walker. Por e lëm Elvis në një moment dhe sjellim në vëmendje një tjetër personazh kyç të kësaj historie. Është një grua. Ajo është një këngëtare, emri i saj është Anne Margaret. E angazhuar në për disa studio muzikore dhe në disa sheshgjerime të filmave, një prej tyre filmi ikoni adoleshentëve Vajza Je. Unë kam përshtypjen se kam parë kurrë, po duke lexuar historitë të diku më doli. Anne Margaret Olsen pikaset nga një mik i familjes Alexander Felixov, që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por që në të vërtetë është një funksionar i KGB-s, shërbimit sekret rus. Janë pikërisht vitet e luftës së ftohtë mes Shteteve të Bashkuara dhe Ish Bashkimit Sovjetik, koha kur ndodh ngjarja. Për rusin Felixov, ajo mund të ishte spionja perfekte, dhe ashtu u bë. Ajo rekrutohet dhe mision kishte që të spiononte në botën e muzikës dhe filmit, madje të fuste ide komuniste në Hollywood. Dal nga dal, duke u bërë një yll të rekrutonte artist në shërbim të KGB-s. Sipas teorive të konspiracionit, ajo ja doli me disa dhe 2 prej tyre shumë të rëndësishëm, dramaturgun Arthur Miller dhe ish gruan e tij bukuroshen Marilyn Monroe. Ndërkohë me të mbaruar shërbimin ushtarak në Gjermani, Elvis rikthehet në Amerikë dhe karriera muzikore e shndron në një mbret rock and rollit. Ai përpiqet të harrojë se çfarë kishte kaluar nga jeta absurde në ushtri, ama për generalin Walker nuk ju largua kurrë urrëtia. Ai sa shprehi se donte që ta shihte të vdekur, dhe këtë ja thoshte të gjithëve, edhe kur urrëtia ju kthye në fiksim. Elvis vendosi të përshkallëzojë gjërat. Iden se mund ta hiqte qafi generalin, ja përforcoi takimin me Anne Margaret në studion e tij muzikore në Memphis. Ajo madje i sugjeroi edhe personin që do të kryente vrasjen. Dhe këtu del emri i Lee Harvey Oswald, një ish marinsi që e kishin rekrutuar edhe rusët. Elvis dhe Oswald takohen në aeroportin e New Orleans dhe Oswald i merr përsipër të vrasë generalin Walker, por plani i tij ishte organizuar keq dhe dështon. Pas tentativës pa sukses, Elvis nervozohet me faktin që ai që mori përsipër të kryente vrasjen, pra Oswald, ju duk shumë diletant dhe e mbylli historinë me kaq. Ndërkohë Anne Margaret në atë kohë humbi Marilyn Monroe, mikeshën personale e cila u gjetë e vdekur në gusht të vitit 1962. Shumë e lidhin vdekjen e Marilyn me Robert Kennedy, vllajën e presidentit, që mendohet se gjetën një mënyrë për ta eliminuar Marilyn dhe dyshohet se e mbytën me jastëkun e shtratit të saj në dhomën e gjumit dhe më pas sajuan sikur ajo kishte marrë një mbidoz ilaçesh dhe qetësuesish. Dhe këtë e bën për të mbrojtur presidentin nga fjalët dhe skandali i marrëdhënies jashtëmartësore që kishte me Monroe. Dhe që Kennedy kishte gisht, Anne Margaret e mëson nga një infiltruar i saj në FBI. Dhe kështu, përveç se humbi një bashkëpunëtore të saj në art, ajo fillon hakmarrjen ndaj Kennedyt. Koha rastis kur ishte duke interpretuar në filmin muzikor Viva Las Vegas, ku protagonisti kryesor dhe ylli i momentit, Elvis Presley, ishte personazhi kryesor në film. Dhe në atë film u fol se nisi historia intime midis Elvis Presleyt dhe Anne Margaret. Anne jo është Elvis, Elvis po ashtu vazhdon të ketë një histori pasioni dhe seksi, por kjo ka një kosto. Anne Margaret ndjen se e ka në dorë Elvis Presleyn dhe nis ta kërcënoj. Ose ai do ta ndihmojë që të vrasë John Kennedyn,
ose do ta padis për tentativën e vrasjes së dikurshme të generalit Walker nëpërmjet Lee Harvey Oswald. Historia vazhdon sepse Elvis ka vendosur që të ndihmojë Anne Margaret, i zënë ngushtë dhe vështirë në këtë situatë ku Anne Margaret e kërcënon. Historia pastaj që ja kanë qarkulluar Elvis Presley bëhet më absurde deri e pabesueshme. Dëgjoni se çfarë kanë shkruar. Dallas, 22 nëntor 1963. Elvis Presley vendoset në katin e dytë të një ndërtese, dikur magazin librash. Në dorë ka një pushk që ja merr Lee Harvey Oswald. Ky i fundit dëshiron që të jetë ai personi që do të qellojë. Por duke qenë se dështoi me generalin Walker, Elvis vendos të marrë vetë në dorë armën dhe zëshinjestrën. Deri në momentin kur poshtë ndërtesës do të kalonte eskorta dhe makina e hapur ku ndodhej presidenti Kennedy. Dhe si tek kënga It's Now or Never, ai ishte momenti. Elvis qellon, Kennedy plagoset për vdekje dhe Presley i lë në dorë armën Oswald. Ky i fundit zbret poshtë për t'u larguar, por Anne Margaret spionon se vrasjen e kreu Oswald, i cili arrestohet menjëherë dhe më pas vritet në burg nga Jack Ruby, një ish mafioz amerikan dhe miki Anne. Pra gjetën një mënyrë për ta eliminuar. Çfarë historie, ti e lexon, bën ca kërkime, përpiqesh që të deduktosh që a është afër realitetit dhe të mendosh që mbi Elvis Presley, kjo ka qenë një nga tezat që e lidhte deri me krimin. Gjithsesi, detajet e kësaj historie nuk janë kaq shumë, le të themi, sa të ngurtësojnë se Elvis Presley mund të kishte gisht në vrasjen e John Kennedy. Kjo është pjesa gri e një historie që në fakt ka drejthijet e veta. Unë sot fola për Elvis Presley në radio. Dhe kaq për episodin e parë. Në javët e tjera do të dëgjoni histori të ndryshme që lidhin personazhe nga më të dashurit dhe më të famshmit me anën e tyre gri dhe terrët të jetës personale. Natën e mirë. Çdo e vërtet ka një anë të errët, një anë gri. Histogri në Top Albania Radio.